Përshëndetje, sot do flas pak për cache memorien, çka është, çfarë roli ruan në kompjuter dhe çfarë është rëndësia e cache memories. Cache memoria është një shtresë kujtese shumë e shpejtë që vendoset midis bërthamës dhe memorisë kryesore, RAM-it apo dynamic RAM-it. Qëllimi kryesor i saj është për me ul kohën mesatare të aksesit dhënave, pasi që e dim që CPU-ja është komponenti i kompjuterit që është shumë e shpejtë, ndërsa RAM-i është komponenti i kompjuterit që është shumë e kadalt. Prandaj kjo, nëse nuk e kishim pas cache memorien, kishte qenë shumë vështirë dhe kishte marrë shumë kohë për qasje të memories. Tash, cache-i varet në konceptin e lokalitetit kohor dhe lokalitetit hapësinor. Lokaliteti kohor thot se nëse një vlerë përdoret tani, ka gjasa të përdoret sërish apet, prandaj duhet që të ruhet në një vend që në këtë rast është cache-i, ndërsa lokaliteti hapësinor thot që nëse aksesohet një adresë memorie, shpesh aksesohen edhe adresat pranë saj. Për shembull, në këtë shembull këtu e kemi një for loop dhe pjesa brenda for loop-ës nënkupton lokalitetin hapësiror, ndërsa pjesa ose të gjithë for loop-a nënkupton lokalitetin kohor. Cache memoria ndahet në disa pjesë. Fillon me L-nishin, që është pjesa më e vogël e cache memories dhe pjesa më e afërt te CPU-ja, është gjithashtu edhe më e shpejta. Pastaj kemi L2-shin, e cila është pak më e madhe se L1-shi, por është pak më e ngadalt, dhe kemi pjesën e fundit, cila është L3-shi, cila është më ulti në nivelin e abstraksionit të kompjuterit, dhe përndryshe quhet last level cache. L1-shi, L1 cache, ndahet në instruction cache dhe data cache, ndërsa pjesët e ulta, L2-shi dhe L3-shi janë unified, pra nuk ndahen në pjesë caktume. Dhe pas kësaj kemi RAM-in, që është pjesa më e madhe dhe është natyrisht më e ngadalshme për aksesimin e të dhënave në memorie. Pra L1-shi, siç thash, ka latencë minimale, është më e shpejta, më e vogla, dhe kjo vetvetiu ndahet në instruction cache dhe data cache. Këtu e kam një shembull të ca dhënave që ekzistojnë për L1-shin. Kapaciteti tipik i L1-shit është 32 KB deri në 64 KB dhe qëllimi i L1-shit është arritja e shpejtësisë maksimale në aksesimin e dhënave në memorie. L2-shi, prapë siç thash, është më e madhe se L1-shi dhe është unified, pra nuk ndahet në instruction dhe data, ato janë të njëjta. Madhësinë tipike ka nga 100 KB deri në disa megabajt dhe është më ngadalshme se L1-shi. L3-shi, niveli i fundit, para DRAM, është e përbashkët mes bërthamës dhe ndihmon në ndarjen e dhënave dhe për me ul trafikun në RAM. Madhësi tipike e last level cache fillon nga 4 MB deri në 64 MB për shumicën e cache-ve. Edhe roli kryesor i saj mbi ato që thash më përpara është për mbrojt nga dynamic RAM. Këtu e kemi një formulë apo një mënyrë se si me ditë ose me ditë se sa mirë po punon një cache memorie, sa shpejt vepron, sa kohën e redukton nga midis RAM-it dhe CPU-s. Formula është kjo këtu, H është koha e hitit, do të thonë sa në nanosekonda bën për me gjetë akses memorien në cache. Kemi miss rate, që është përqindje se sa hits kemi,
dhe kemi the miss penalty, që tregon se për ato misses që i kemi pas, sa është kosti janë në kohë dhe në resurse kompjuterike. Për përfundim, L1 është më shpejta dhe më e vogla, është kritike për performancën e cache memories. L2 është më e madhe se L1 dhe formon një kompromis të mirë midis L1 dhe L3, dhe L3 pjesa më e madhe mbron nga akseset e shpejta në dynamic RAM,